një pikë shumë e vështirë. Ndaj tash herës që shkoj që shiko, është ajo çështja e mjaltit është shumë e rëndësishme. Tani, para pak ditësh, kryeministri denoncoi publikisht, duke i quajtur edhe trimosha agjentët e BKH-s për një episod përplasje me gardën, për të mos humbur kohë me përmbledhjen për këtë ngjarje se njihet. Ishte një episod i izoluar, ishte një mesazh publik i koduar për drejtësinë direkt nga kryeministri. Si e peti? Si di, për mua kjo është një gjë, s'është një gjë e re. Para një të sqarojmë atë procedurën, si është? Ta Lejohen të armatosur apo? Ta sqarojmë, është një gjë. Unë e kam patur një eksperiencë shumë vite përpara kur ishte presidenti Topi detyrë dhe unë isha këshilltari i sigurisë kombëtare. Ndodhi një incident një ditë diele. Dikush hyn nga dera anësore e presidencës me makinë, ishte i dheur, përplas makinën aty dhe ushtari në vetë mbrojtje detyrës që kishte qëllon, nuk plagoset asnjëri atje. Dhe unë vi, domethënë shkoj në institucion, presidenti ishte diku, po njerëzit kryesorë të institucionit atë kohë ndjes pas zoti Floko që ishte sekretari i përgjithshëm, zoti Xhaxhiu që ishte shefi i kabinetit, unë që isha këshilltari i sigurisë kombëtare, më duket dikush tjetër domethënë. Dhe komandanti i sigurisë brendshme të gardës së presidencës. Dhe vjen dhe një prokuror i rastit që quhej Braho, po nuk është ky Braho, ishte prokurori i Tiranës. Në cilën ai unë tha, duhet nxjerr tha një urdhër ndalimi për ushtarin. Unë i thash, ti nuk mund të nxjerrësh urdhër ndalimi për ushtarin. Ti thirrë prokurorin e ushtarit, pra që është komandanti i gardës. Ai të vënë në dispozicion çfarë duhet, ndoshta dhe izolimin e tij brenda gardës. Po ky ka bërë detyrën, se ky kështu ka detyrën, po sulmove institucionin e posaçëm, ai do të përgjigjet. Dhe kështu bë, pastaj pati një tim gjë e mbyll, domethënë nuk pati ndalim. Pasi ushtari bëri detyrën. Është rasti 21 janarit. Në rastin 21 janarit me ikjen e policisë, sepse ishte fillim policia që përballej me protestuesit, patëm përplasjen e drejt për drejt të gardës me protestuesit, e cila shkaktoi 4 të vdekur dhe shumë flagosur. Po ti po let përplaset garda, garda armë të rënda ka, armë lufte. I përdorin për mbrojtje, po armë lufte janë. Edhe më pesa dhe kallashin. Kanë armë të mbrojtjes personale, pistolet. Ato janë armë lufte. Dhe në atë kohë u krijua përplasja pasi prokuroria e përgjithshme në atë kohë, zonja Rama, nxorri urdhër e ndalimit për krerët e gardës. Dhe atëherë pikërisht kjo ishte përplasja. A duhen ndaluar njerëzit të cilët prandaj kjo çështje sot është në prokuroritë posaçme. Pra, a duhen ndaluar njerëzit të cilët bëjnë punën e tyre? Në atë kohë, kryeministri i kohës, që sot është kryetar opozitë, mori mbrojtjen e atyre që kishin zbatuar protokollin. Por në rastin konkret të dy kanë qenë duke bërë punë. Atyre që këtë po mundoj të shpjegoj. Atyre që kishin bërë punën e vet, pra kishin mbrojtur institucionin dhe kishin mbrojtur duke tejkaluar dhe duke bërë masakër, duke vrarë njerëz. Po ata punën kishin bërë, punishin, se kishin shkuar jashtë. Pra nuk është se ata dolën në rrugë dhe vranë njerëzit në rrugë. Ata aty brenda ishin. Dhe kjo është pikpyetja e madhe me ngjarjen e 21 janarit. Vim në rastin e sotshëm. Garda ka protokollin e sigurisë. Dhe protokolli i sigurisë, edhe po të shkosh ti dhe unë në presidencë ose në kryeministri, ai gardës sot lutem do kalosh, nuk ke kontrollin, do firmosësh ky dokument, ku do shkosh, se kështu ka protokollin e sigurisë, garda është ushtarak gardës. Domthon agent BKH-ja të armatosur nuk bën përjashtim. S'ka rëndësi, i vetmi subjekt që mund ta zgjidhë këtë çështje është që ai i byros kombëtare të hetimit, se ata oficer policie janë, kërkon nga institucioni përgjegjës, o Këshilli i Ministrave, o Presidenca, ose Garda e Republikës, dhe thotë ne do shkojmë bëjmë një veprim. Tani ne i kemi njerëzit tanë të armatosur, se dhe ne kështu e kemi punën. Ata e thanë, e dikton ligji. Po pra, këta edhe atyre dikton ligji dhe këtyre dikton ligji. E vetme gjë që mund bëj është që të njoftohej për shembull nga garda komandanti i gardës ose një nga zonës komandantët ose shefi i shtabit, të merrë lista e atyre që do shkonin, ti shoqëron dhe dikush, bënin veprimtarinë aty, të hynin dhe të dilnin. Po në kushte normale nuk ka asnjë repart ushtarak dhe nuk ka asnjë institucion të rëndësisë veçantë, qoftë kjo presidenca, parlamenti, kryeministria, ku oficeri i gardës ose nën oficeri i gardës mund të të lejoj ty qofshe edhe përfaqësuesi një institucion tjetër që ty se kështu ka të shkruar, ose do t'i ndryshosh atyre detyrën, edhe atë përshkrimin e detyrës që ka,
ose do gjesh një zgjidhje tjetër. Pra është një nga ato raste tipik ku të dyja palët po bëjnë detyrë. Mirë, po kjo është për te pjesës teknike, kjo dihet mesazhi kryeministrit Trimoshat e BKH-s. Kjo është tjetër gjë, unë besoj që kryeministri se ka lexuar në një herë rregullorin e gardës, sepse edhe s'ka pas pse ta bëj, por ne kemi një rast për shembull që është rasti i ndalimit të dhunshëm të ish presidentit Ilir Meta, i cili për shkak detyrës edhe ai shoqërohet me gardë. Pra në kushte normale, byroja në të kohë, apo agentët e policisë nuk e di kush e ka bërë ndalimin, pasi prokuroria e posaçme ka thënë që ne nuk kemi pas lidhje, ne vetëm kemi lëshuar urtën ndalimit, duhet të lidhe me Gardën e Republikës, me oficerin që ka pas në detyrë ose me degën e personalitetit, dhe thoshte këtë zotërin do ta shoqërojmë në drejtorinë e policisë apo ku diun në prokurorinë e posaçme apo gjykatën e posaçme sepse kemi urtën ndalimit. Kështu funksionon shteti me letra. Sepse nëse ndodh një incident nesër pas nesër, përgjegjësinë e mban ai që nuk ka zbatuar detyrën. Pra, edhe ata zotërinjtë e byros kombëtare të hetimit, edhe ata zotërinjtë e gardës janë përballur me njëri tjetrin në zbatim të detyrave përcaktuese që ka dhe njëri dhe tjetri. Trimoshat janë vërtet BKH-s pak siç thot kryeministri, apo janë amerikanët për të kthyer ke qypi? Kjo është një histori cilën unë nuk dua të abuzoj. Por duke qenë që kemi hyrë në një fazë të re të përplasjes institucionale për shkak të luftës ndaj korrupsionit dhe krimit, që bëjnë institucionet që tashmë edhe pak bëhet 10 vjeçar jeta e këtyre institucioneve, do të përsëritet prapë. Dhe mendoj që i takon institucionit, i takon parlamentit, apo institucionet që merren me rregulloret, që t'i qartësojnë rregulloret e këtyre njerëzve, sepse nuk është faji atyre që do bëjnë punën dhe do zbatojnë ligjin. Ata punën do bëjnë. Pra punë janë aty. Është faji dhe përgjegjësia e atyre cilët nuk e kanë parashikuar që do vi këtë ditë. Një ditë tjetër mund të ketë një përplasje më të fortë, por detyrën po bëjnë gjitha palët. Pra, duhet që të jemi më racional me këtë lloj sjellje. Pse?